Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Udhëto në tokën e gjerë të Allahut. Ram Hurmuzi në librin e tij El Muhadith El Fadil shpegon dobitë e udhëtimit për të kërkuarit dituri dhe kënaqësitë e arritura përmes tij, duke kundërshtuar ata që e urrejnë udhëtimin. Ai thotë: njeriu që udhëton dhe shëtit në për tokën e Allahut ndjen kënaqësi, argëtim e freskim. Është një kënaqësi e papërshkrueshme kur shehet toka e shtëpitë të reja, fusha e kopshte të bukura, larminë e fytyrave, ndryshimin e gjuhëve dhe racave njerëzore, duke qenë kështu dëshmitar okulari mrekullive të vendeve të ndryshme. Rehatia që njeriu e gjen në hijen e pemëve të larta është e pashembull. Të ngranit në për xhamia, të pirit në për përrenj, të fjeturit aty ku të zënata, e gjitha kjo ta shton dashamirësinë dhe modestinë me gjithkënd. Gjatë udhëtimit të shoqërojnë besimtarë të devotshëm që s'njohin lajka e shtirje. Udhëtarit krahas kënaqësive i shtohet edhe eksperienca për kapërsimin e vështirësive dhe pengesave gjatë rrugës. Pra ata që se pëlqejnë udhëtimin, po t'i njohin këto kënaqësi të tij, do i kishin parë tërë bukuritë e kësaj bote dhe do ta kishin ndjekur këtë rrugë me bujari e fesnikëri. Për udhëtarët nuk ka kënaqësi më të madhe se pamjet e bukura dhe aktivitetet e mrekullueshme që janë pjesë e udhëtimit. Ndërkaq, ata që urrejnë udhëtimin janë privuar nga e gjitha kjo. Lexo dhe mendo. Pejgamberi thotë: kur Allahu e do dikë, ai e sprovon atë. Kush pajtohet me atë që i ka ngjarë, do të ketë kënaqësi, e kush i dhërohet, do të ketë zemrim. Njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj ata që janë më afër dhe që i ndjekin ata. Njeriu sprovohet sipas shkallës së besimit që ka. Nëse është i fortë në besimin e tij, edhe sprovën e ka më të fortë. E nëse është i dobët në besimin e tij, do të sprovohet sa shkalla e besimit të tij. Njeriu sprovohet nga Allahu derisa të ecë mbi tokë pa asnjë mëkat. Është e mrekullueshme gjendja e besimtarit në të gjitha punët ai qëndron mirë. Kjo ndodh vetëm me besimtarët dhe me asnjë tjetër. Sepse kur atij vjen ndonjë dhunti dhe mirësi, ai është falënderues dhe kjo i sjell. Dhe kur e godet ndonjë fatkeqësi, ai është durimtar dhe kjo i kthehet në dobi të tij. Dhe dije mirë se sikur gjithë populli të mblidhet së bashku për të sjellë ndonjë dobi, s'mund të sjellin përveç asaj që ka caktuar për ty Allahu. Po ashtu si kur të mblidhen të gjithë që të dëmtojnë, atës do të mund të realizojnë, përveç asaj që të ka caktuar Allahu. Sprovohen të devotshmit njeri pas tjetrit, që nga më i devotshmi e poshtë. Besimtari është si një degë e vogël, të cilën era e lëviz djathtas e majtas. Mos u dëshpëro në çastet e fundit të jetës. Ebu Rejhan El Biruni, një ndër dietarët dhe shkencëtarët islam, edhe pse jetoi gjatë, nuk u nda nga leximi, nxënia, mësimdhënia e përpilimi i librave të ndryshëm. Mund të thuhet se gjatë jetës së tij kur nuk e braktisi lapsin nga dora, shikimin nga meditimi dhe mendjen nga të menduarit. Juristi islam Ebul Hasan Ali ibn Nisa thot: vizitova Ebu Rejhanin kur ndodhej në shtrat të vdekjes. Me të hyrë në dhomë kuptova se jeton çastet e fundit të jetës. Duke qenë në këtë gjendje të rëndë, më pyeti: si ishte përfundimi i çështjes së fundit që e biseduam rreth trashëgimisë? Duke dashur t'ja lehtësoj, ju përgjigja: a është aq e nevojshme të flasim për çështje legjislative në këtë gjendje? Më tha:
E di se do të lë këtë botë, por a nuk do të ishte më mirë ta di çështjen se sa të vdes ignorant rreth saj? Atëherë unë ja përsërita çështjen që kishte të bëjë me trashëgimin dhe ai filloi të ma shpjegonte. Pasi dola nga dhoma e tij, dëgjova një klithmë. E kuptova se ai ndroi jetë. Padyshim që në këtë mënyrë e përfundojnë jetën e tyre vetëm shpirtrat e devotshëm. Po kështu ndodhi me Omerin, i cili edhe pse kishte gjakderdhje të madhe nga plagët, i pyeste shokët e tij: a e plotësova namazin apo jo? Sa'd ibn el Rabiu gjatë luftës së Uhudit ishte plagosur rënd, por edhe në çastet e fundit të jetës ai pyeste për gjendjen e pejgamberit. Ibrahim bin Xherahu tregon: Ebu Jusufi ishte aq i smur sa që kishte humbur vetdije. Kur erdhi në vete më pyeti: ç'mendim ke rreth kësaj çështje? I thash: edhe në këtë gjendje? Tha: mendoj se duhet ta përfundojmë atë, ndoshta do t'i vlej dikujt. Pastaj tha: o Ibrahim, si është më mirë të hidhen guralecët në haç, duke ecur apo duke qenë i hipur në kal, deve e tjerë? Ju përgjigja: hipur. Ai më tha: jo, nuk është ashtu. I thash: atëherë duke ecur. Më tha: jo, nuk është ashtu. Edhe më dha përgjigjen e saktë. E kur dola prej shtëpisë së tij, dëgjova një klithmë nga ku kuptova se vdiq. Allahu e mëshiroft. Disa shkrimtar bashkohor thonë: kështu ishin ata. Shfrytëzonin çdo çast, qofshin edhe momentet e fundit të jetës së tyre. Ata çdo herë flisnin për shkencat islame, në cilësinë e mësuesit apo studentit. Sa vlerë kishte dituria në mendjet e tyre. Ata edhe në shtratin e vdekjes nuk kujtonin të afërmit e as shëndetin, por zhyteshin sa më shumë në dituri për të cilën flijuan jetën e tyre. Zoti i mëshiroft, me të vërtetë ishin udhëheqës në shkencë e në fe. Mos u dëshpëro nga fatkeqësitë, ti nuk ke dieni për çështjet në të ardhmen. Historiani dhe letrari i njohur egjiptian Ahmed ibn Yusuf, në librin e tij Shpërblimi dhe rezultatet pozitive, thotë: njeriu duhet ta kuptojë që lehtësimi vjen pas vështirësisë, njësoj si drita e ditës që vjen pas errësirës së natës. Ndodh që njeriu ta prek ndonjë fatkeqësi, dhe nëse ai nuk kërkon shërim, atëherë shtohet sëmundje, sepse njeriu ka nevojë për mbështetje dhe qetësim në raste vështirësie, me qëllim që të mos e kaplojë pikëllimi e ta shkatërrojë. Të zhytesh në këtë tematik është më se e dobishme, sepse shembujt dhe tregimet e dhëna në këtë fushë të shtojnë besimin dhe të arrisin vullnetin pozitiv. E gjitha kjo arrihet pas durimit që bëhet në ndodhjen e fatkeqësisë. Në të njëjtin libër thuhet: vështirësitë para mirësive janë si uria para ngopjes. Edhe pse je i shqetësuar nga vështirësitë, prapse prap, dhunti pas saj është kënaqësia. Platoni thonte: fatkeqësitë janë të dobishme për shpirtin e njeriut, aq sa janë edhe të dëmshme për jetën dhe trupin e tij. Ndërsa materializmi i tepërt dëmton shpirtin, edhe pse mund ta ndihmojë jetën e përditshme dhe trupin. Shoqërohu me shokun me të cilin të bashkon vështirësia dhe largoju shokut me të cilin të bashkon rehatia. Dëshira e Allahut mëshirëplot është që ta shpërblejë njeriu e goditur me fatkeqësi, e kjo si lehtësim për gjendjen e tij shpirtërore. Nga leximi që i bëra librit Lehtësimi pas vështirësisë të autorit Et Tanuhi, nxora 3 pika me rëndësi. 1. Lehtësimi pas vështirësisë është zakoni që motshëm i vendosur nga Allahu. Në të nuk ka dyshim, ashtu siç nuk mund të dyshohet se pas natës vjen dita. 2.
Vështirësitë në shumicën e rasteve në këtë botë janë më të dobishme për njeriun se sa lehtësimet. Dhe 3. Ai që sjell dobinë dhe largon dëmin, realisht është Allahu, dhe gjithçka që të ka goditur s'ke mundur t'i shpëtosh, e ajo që s'të ka ndodhur nuk ka mundur të të ndodhë. Mos u dëshpëro. Kjo botë nuk meriton të dëshpërohesh për të. I dërguari i Allahut thot: sikur kjo botë të kishte vlerë te Allahu sa një krah i mushkonjës, ai nuk do të mundësonte që pabesimtari të pi asnjë pikë ujë në të. Krahu i mushkonjës ka më shumë vlerë te Allahu se kjo botë. Pra kjo është e vërteta mbi këtë botë, ndaj nuk ka arsye që dikush të dëshpërohet për të. Gëzimi dhe kënaqësia do të thotë të ndjesh siguri për vetveten, të ardhmen, jetën dhe familjen tënde. Në fakt, këto të gjitha përfshihen në besimin që ka njeriu, imanin, dhe në pajtimin që tregon besimtari për përcaktimin e Allahut. Mos u dëshpëro. Ti i beson Allahut. Allahu fuqiplot thot në Kur'an: pranimin tuaj të fesë islame mos ma përmendni mua, por nëse jeni të sinqert, Allahu juve ju bëri mirë kur ju udhëzoi për besim. Nga begatitë e mëdha në këtë botë është ajo që e din vetëm të mençurit. Shikimi i muslimanit mbi pabesimtarin është rast që të përkujton begatinë e madhe që të dha Allahu, sepse ai të ka udhëzuar në këtë fe, dhe ai s'të ka caktuar të jesh si ky pabesimtar që kundërshton argumentat e Allahut dhe nuk njeh cilësitë e tij dhe as librat e profetëve të tij. Kurse ti kujton të mirat që ke duke njohur krijuesin, duke besuar në librat dhe pejgamberët e tij, duke kryer urdhrat e tij e të tjerë. Kjo në vetvete është një begati e madhe për muslimanin që di të mendoj dhe e cila nuk ndërrohet me asgjë në të botë. A mos është ai që është besimtar si ai që ishte jashtë rrugës? Jo. Këta nuk janë të barabartë. Madje disa nga komentatorët e Kuranit përmendin se nga kënaqësitë e banorëve të xhenetit është edhe shikimi i tyre nga banorët e zjarrit. Kështu ata falenderojnë Zotin e tyre për mirësitë që kanë dhe për dënimin që mund të meritonin. Vështrim, qasje. La ilahe illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Shpirti dhe sekreti i kësaj fjale qëndron në veçimin që i bëhet krijuesit të gjithësisë, në njohshmërinë dhe madhështinë e tij, në adhurimin dhe përuljen që i bëhet atij, në mbështetjen e plotë të krijesave në fuqinë e dëshirën e tij. Dëshmuesi që pohon se s'ka zot tjetër përveç Allahut, shpreh dashurinë e vërtetë ndaj tij. Nuk ka frikë asgjë përveç Allahut. Nuk i lutet askujt përveç tij. I do të tjerët në emër të Allahut ose i uren ata në emër të tij. Për gabimet e bëra i pendohet vetëm Allahut. Nuk sakrifikon përveç për hir të tij. Respekton të gjitha urdhrat e tij. Në çdo fatkeqësi e vështirësi, kërkon vetëm ndihmën dhe mbështetjen e tij dhe nuk i përulet askujt përveç atij. E gjitha kjo përfshihet në një fjalë: nuk adhuron tjetër përveç Allahut fuqiplot.